Çmimi i arit ka arritur në nivele teje të larta, edhe atë mbi $4.000 për ons, që nga viti i kaluar, çmimi i arit është rritur me mbi 100%, pra në vitin 2024, qytetarët për 1 gram paguanin rreth €70, ndërsa këtë vit mbi $140. Sipas ekspertit ekonomik Gadaf Rexhepi, arsyet kryesore të rritjes së çmimit të arit janë pasiguria politike dhe ekonomike në shkallë globale, si dhe tensionet gjeopolitike që krijojnë frikë nga rritja e pakontrolluar e borxhit publik. Rexhepi thotë se në të njëjtën kohë, bankat e qendrore kanë rritur kërkesën e tyre për ar. Ari është një produkt shumë specifik. Është një instrument investimi, por në kuptimin që ata që blejnë më shpesh e ruajnë. Bankat qendrore nuk e rishesin më tej. E mbajnë edhe për këtë arsye është shumë i ndjeshëm ndaj ndjeshmërisë së çmimeve, sepse një rritje e vogël e kërkesës do të ndikojë jashtëzakonisht shumë në çmim. Sigurisht, njoftimet për ulje të normave të interesit dhe kjo ndikoi pasi investitorët e dinë se kjo do të shkaktojë më tej rritje të çmimit të arit. Dhe kjo është arsyeja pse kjo është një kërkesë më e lartë aktualisht në rritje. Por artharët e vendas ankohen se çmimet e larta ulin kërkesën. Askush nuk dëshiron të blej, madje as edhe një person që hyn në dyqan, thon ata. Po me të vërtetë shumë i lartë është. Edhe forca e blerjes të na dihet se sa është. Se edhe kjo është një çmim global, nuk varet prej neve. Gati se nuk blejnë kurrë. Se me të vërtetë çmimi tepër i lartë, për standardin ton e pabërballueshme është. Qytetarët thonë se shmangin blerjen e arit për shkak të çmimit të lartë. Ja bih kupil zlato samo kako Shqipčina, a ne obработено. За да има, вместо пари да чувам девизи, да сочувам злато. И златото цената и мислам дека ни падна економскиот буџет. Много скапо е. Ефтено зорт луѓето за свап да купуваат, иначе много скапо е. Пред некој ден може да знаете, €100.000 кило стана златото, а пред 30 години беше точно €10.000 или 20.000 марки беше. Nga viti 2022 deri në vitin 2025, çmimi i arit është rritur për 150%.